E drejta për informim dhe transparencë institucionale ishte në qendër të diskutimeve në tryezën e përbashkët mes autoriteteve shtetërore, partnerëve evropian, shoqërisë civile dhe organizatave të medias. Kryeministri Edi Rama theksoi se Shqipëria ka bërë hapa përpara në raport me publikun, por zbatimi i ligjit ende has pengesa në praktik. Një nga problematikat kryesore të ngritura gjatë diskutimit ishte mosdhënia e informacionit brenda fateve ligjore nga institucionet publike, sipas kryeministrit Rama, me përpjekjet për të fshehur informacionin, por me funksionimin e dobët të administratës. Një pjesë e konsiderueshme e gjithë këtyre problematikave që vijnë këtu në formë shifrash nga zonjat lidhet me thjesht dhe vetëm përtatësinë burokratike. Nuk është një barikad për të mbajtur informacion, por është një problematike funksionimit brendshëm të mekanizmit administratës, kur vjen puna tek intensiteti me të cilin vjen kërkesa dhe tek intensiteti me të cilin duhet përgjigjesh. Në këtë kontekst, kreu i qeverisë kërkoi masa konkrete ndëshkuese për drejtuesit e institucioneve që nuk përmbushin detyrimet ligjore për transparencë, duke theksuar se përgjegjësia individuale është thelbësore për funksionimin e shtetit ligjor. Ka një gjë të munguar në veprimtarinë e Komisionit e Ri, që është mungesa e sanksioneve për autoritetet më të larta. Ligji është shumë i qartë, 10 ditë është koha për të përgjigjur, pavarësisht se 10 ditë mund të jenë shumë për intensitetin me të cilin zhvillohet sot bota e informacionit. Ditën e 11 nëse nuk ka përgjigje, ka sanksion. Apo ja, kështu thot ligji. Dhe duhet sanksionuar autoriteti më i lartë përgjegjës. Ne i kemi kërkuar të gjithë ministrave të bëjnë delegimin e kësaj përgjegjësie tek sekretarët e përgjithshëm. Një pjesë e kanë bërë, një pjesë nuk e kanë bërë akoma. Duhet sanksionohen ministrat, duhet sanksionohen sekretarët e përgjithshëm në ditën e 11. Gjatë fjalës së tij, kryeministri bëri me dije edhe një tjetër nismë që lidhet me median, duke deklaruar se qeveria synon të përjashtoj gazetarët nga ligji për shpifjen në funksion të garantimit të lirisë së shprehjes dhe informimit publik. Ne kemi marrë edhe një angazhim tjetër që tregon të kundërtën e asaj që thuhet nga gota gjysmëbosh, që ta dekriminalizojmë shpifjen për gazetarët. Në përfundim të konferencës u prezantua dhe platforma e re Transparent Albania, një faqe që synon të rrisë aksesin e publikut në informacion jo vetëm mbi interesat buxhetore, por edhe përmes një porte unike që do të përfshijë të gjitha programet e transparencës së institucioneve publike. Platforma synon të lehtësojë aksesin e qytetarëve dhe medias së informacionit zyrtar, duke e bërë transparencën më të strukturuar dhe më të matshme në nivel kombëtar.